Përshëndetje. Sot do flasim për fjalët që nuk ndahen në fund të rrjeshtit. Fjalët një rrofshe, dru, dash dhe di nuk ndahen në fund të rrjeshtit. Bashkëtingëllore që ndodhen ndërmjet dy zanoresh shkon me zanoren e pasme, për shembull, bre dhe. Lu, le. Kur ndërmjet dy zanoresh ka dy ose më shumë bashkëtingëllore, ndarja është e lirë në fund të rrjeshtit. Për shembull, kodra. Kodra, kodra. Kokra, kokra, kokra. Lavdi, lavdi ose lavdi. Kur në një fjalë janë dy zanore afër, ato mund të ndahen në fund të rrjeshtit. Për shembull, vëllait, themi vëllait. Kaut, kaut. Lyej, lyej. Kruaj, kruaj. Fyell, fyell. Dyer, dyer. Fjalët e përbëra të përngjitura, si edhe ato me parashtesa ose përpashtesa, ndarja bëhet sipas pjesëve përbërëse. Për shembull, hekur vis udh, gjithë vis mon, për vis emër. Nuk ndahen në fund të rrjeshtit fjalët e përbëra të shkurtuara, për shembull NTSH, PS, PD e tjerë.